Përshëndetje, miq të nderuar, me përshëndetjen më të bukur, paqe, kudo që jeni motra e vëllezër shqiptar. Është një paraqitje si me shkas, një paraqitje që kum paralemru para 7 viteve dhe vazhdoj të lajmëroj se na duhen edhe 5 vjet punë neve shqiptarve për me u çprogramu tërësisht nga manipulimet dhe mashtrimet që na janë bërë neve shqiptarve, si në aspektin gjuhësor, si në aspektin e kuptimit fjalëve e kështu me radhë. Së pari du t'ju them se askundi nuk shkruan në Kur'anin famlar, gjithashtu nuk shkruan as në Bibël se ju duhet me ndëgju Tim Shkupin. Tim Shkupi sot është imami shqiptarëve që kanë vendosur shqiptarët me quajt imami shqiptarëve, lëvizja bota shqiptare dhe shumë shqiptarë që dojnë të vërtetën me mësu bashkë me Tim Shkupin. Unë vetëm jam mundu me dhonë lajmin e vërtet, lajmin e sakt, dhe mu të shprogramu dhe me zhuve dijen, jo vetëm të njerëzit që nuk ka arrit lajmit e ta, por të intelektualet, të ata që mendojnë se janë dishëm, janë me dhonë mendime, e kështu me radhë do të me reflektu dhe me kuptu një të vërtet shumë të madhe, që është para syve tonë, para hundës dhe ne e kemi ignoru. Shqiptaria, sot ka shqiptari. Shqiptaria është fe. Fjala fe është e Shqipës. Fjala fe është e Shqipës. Secili njeri lind me fen e tij. Secili njeri lind me fen e tij. Pra, nuk kena me u zbrafs, se e vërteta është në duar tona me lejen e Ilahit, Zotit vërtet, se feja është fjalë e Shqipës dhe është natyrshmëri. Dhe germa F, nëse nuk e keni ditë, në alfabetin e gjuhës së bukur shqipe, me 36 shkronjat atyre burrave që janë mbledhur në manastir, është në rënditje me numrin 9, 9 germa F. Lindja normale e një foshnjës me dalë në dynjë është 9 muaj. 9 muaj. Pra, lidhet me numrin 9, me germën 9 fillim, 9, 9, 9, nun. E keni qartë ju, këto janë lajme, këto nuk janë prallet kërmive të hoxhallarëve dhe të atyre që mendojnë. Ne jemi shqiptarë dhe ne jemi ushtarë të Xherxhit dhe kena me vendos me bo luft me secilin që prek lirin dhe sigurin tonë shqiptare. E keni qartë ju. Nëse keni dije, keni argumente, unë në emër të Ilahit i pari, ua kam tha për shtimën juve kërmive të otomanizmit, se islam dhe muslimanizm nuk ka në Kosovë dhe në trojet shqiptare nuk ka islamofobi, po ka shqiptarofobi. Nëse ju jeni tjetërsoni dhe mos e folni gjuhën tonë, gjuhën shqipe me 36 germa, se dija e vërteta, forca është në anën tonë dhe jo në anën e juve. A i do një hoxhalart, shkonin lullet gjenetit, gjehnemit me hoxhalart, 5 pare si apmi, ne ju kemi shpall lufta, e keni qarda ju. Nuk është me rëndësi, shaka me ndodh me Tim Shkupin. Por unë jam provokim çdo ditë, po jam i gatshëm, po nuk du mi thij durt, me në një që s'ka buk më hongër në darkë. E keni qarda ju. Dije fjalë të vërtet, po germa F është e Shqipës. Pra është e 9. E kemi një fjalë, është fa,
që ma ka kujtu miku jem Petrit Goçin në Tiranë, është nota e muzikës. Në rënditje është e katërta. Në muajin e katërt fëmiu merr shpirtin në mitrën e nanës. Këshire me vetëm me gjermën F. Kemi frym, kemi far, kemi fjal, kemi fyll, kemi fat. Keni qartë ajo sa e thellë është gjuha shqipe. Me pyet hoxhën tanë cila germa është në rënditje, germa F, pala e din është e 20 të gjuha e sodit e arabisht falzve. Mirë për në alfabetin e vjetër të arabisht falzve e B, G, D është e 17. E njëta ashtu është dysi edhe në alfabetin hebrej. Unë jam aj që ju kumë thonë se germa më, ka kuptim shqip, ma uj. Qedhi është plot të përplot me uj, se është hidrogen dhe oksigen, ha? 2 hidrogena dhe 1 oksigen në formulën e kimisë e bojnë ujin. Pra feja është natyrshmëri, feja është shumë para gjithë shkahit, po shqiptaria është feja ime, jo muslimanizmi, jo krishterizmi, jo ortodoksizmi, jo katolicizmi. Ato janë besime, religione që i kanë imponu si fe perandorit e hershme. E keni qarta jo, më ju pyet juve kur është përdor për herë të parë fjala komb. Kush e ka përdor i pari? Shumica nuk e dini. Pse keni përzi, va kam fshi memorien. Va kam fshi memorien, e keni qarta jo. Kur është përdor për herë të parë fjala komb? Për herë të parë fjalën komb e ka përdor Shamsuddin Sami Frashëri. Për me nda miletin se në kohën e perandorisë osmane janë do grupet shoqërore ose etnike ose kushtimisht me besim me milete. Mileti i xhamis, mileti i kishës, mileti i kështu, mileti ashtu. Fjala millet është e Kuranit. Në Kuran që kjo fjalë përbohet për 2 gjermave, M dhe L. Vetëm kjo L-ja është me përforcim. Dhe më thonë, M-L-L, mille, është diktat. Kush kërkon diktat tjetër? Pos diktatit të Ibrahimit, më rebelu kundër muslimanve, hoxhallarve. Ju, sa ma shpejt shpëtoni dhe shkoni në xhenet. Sa të janë pasardhës shejtanit, njëjtë edhe priftat, e keni qarta ju. Se ne jemi në të vërtetën tonë, në fenë tonë, në natyrshmërinë tonë. Kombin e përzin me nocion, edhe këto intelektual që si kanë 2 lidhje me krye. Me atë që ka është nation state building. Shumë e thjeshtë është. Do me thonë fjala komb, kur e ka marrë Sami Frashëri, me fut më na ndihmu neve shqiptarëve të sodit, më na tregu se do të me bo shtet. Pra fjala komb lidhet me shtet. Fjala komb lidhet me shtet. E keni qarta jo, fjala komb lidhet me shtet. Nation state building. Shqiptaria ka qenë para fjalës komb. Dhe Sami Frashi që të fjallën komb, e ka marrë prej Kuranit. Se kemi komu Musa, komu Ibrahim, komu Lut, komu Nuh. Apo më kuptoni? Pastaj ne kemi dhonë edhe kuptime tjera kësaj fjalës komb, kemi desh me tregu tolerancë gjoja se, komb katolikët, o ortodoksët, më muslimanët, bë bektashit. Pa i pyet dikush bektashit? A i pyet dikush katolik t'ju? Katolik në Kosovë janë 1%, edhe me mujt vagrithin edhe ftyrat. Kjo është e vërteta. Këtu i kanë përzon për i Shkupit, me hoxhallar bashk, në emën të Beogradit. Në emën të Beogradit i kanë përzon. Në kohën e perandorisë osmane, shqiptarë që janë kont besimit katolik, kanë qenë aristokratë të Shkupit. Kush i ka përzon për i Shkupit? Hoxhallar. Dhe që to kopilat e tyne që janë sot këto. E keni qartë, të janë vërtetat dhemshme dhe kena mi thonë dhe kena më organizu shumë fort.
Shumë fort kena më organizu. Pra shqiptaria është fe. Kombi është shtet. Tani, ka me thonë dikush timi, po do me bo përqomje. Jo bre, nuk baj përqomje. Kombi nuk ndahet se është shtet. Cilin shtet do me nda? Është shumë normale, shumë natyrshme, shumë logjikshme, se ta ashtu quajturit musliman, që besojnë në muslimanizëm, ato nuk besojnë në shtet shqiptar. Ato nuk besojnë në shqiptari, sa ato janë tjetërsun nga feja e tyre natyrshme. Dhe një njeri që tjetërsun nga feja e tyre natyrshme, nga shqiptaria si fe, ka morë fund puna e ti, ai nuk sjell kur farbereqetin shoqëri, ai jeton në atë sistemin e dëmonve të shejtanëve, ai nuk e njeh as vllahun e vet, ai nuk e njeh as babën e vet, ai nuk di me respektu as liç, ai me mujt vetit ja rritha dhe syt, po para armikut hesht, mi afutë edhe grushtin goj. Keni qartë, ka ardhur koha e funit ato me ndryshu gjuhën, mos me fol gjuhën shqipe ma. Ta folin një gjuhë tjetër, familje ta folin gjuhën turke, le t'jen turq, dhe le t'na lojnë rahat, se dhe baba i ty në Erdogani pas ka qajt, pas ka thonë, s'ka kush mi ndihmu muslimanve në Palestinë, Gaza, do t'a qojmë Afrim Gashin, Zeqiria Ibrahimin, Bilal Kasamin dhe muslimanët e Maqedonisë le ta imbrojnë Palestinës në Gazë. Nëse i ndishni këto njerëzin, do gjone Tim Shkupin, keni me pas fatin e zi. Fatin e zi, sa ato kanë dalë me manipulu me ignorancin e juve, me budallakin e juve, me shkurtpamësin e juve. Një që shkanë manipulu lider të Hamasit me palestinezët në Gaza. Dhe nuk kanë leju politikanët e tyre të ngritur intelektalisht nga bregu perëndimor me punu për two-state solution. Nëse mendoni që Turqia, sa herë ju këmë thomë, se s'pe këtheni kryet e Turqia, me ju ndihmu juve Turqia. Turqia nuk ju ndihmon, po mos na i keq përdorni emrin e shqiptarve. Mos na i keq përdorni gjuhën, se nuk kina me toleru ma. Kina ma bo me shenjë, se nuk kemi ne në pozicione ju, kohën më të mirë kër e kemi ne, më ngritë si kom shtet, ju na bani probleme. Pra, fjala komp, për të parë është përdor nga sa mi frashve. Për më na bon shtet, pra fjala komp lidhët me shtet, dhe një musliman nuk beson në shtetin shqiptar. Është e vërtet lo, ma mirë me pranu. Pranone, ju besoni për kalifat, ju besoni për Imam Mehdin me kalit bashkë që ka me arë, me sëndu këtë botën ju me bo musliman një pos 72 hyri. Kjo është koncepti i shtetit juve që jeni musliman. Se me qenë shqiptar si unë, nuk kemi probleme fare. Fare nuk kemi probleme. Ju na kryoni probleme ma shumë. Ju i keni kryu problemet mëdha Kosovës, dhe kjo gjendje sot që është me qeverin. Ati Kosovë është rezultat i hoxhallarve, rezultat i organizimit të hoxhallarve. Ato kanë frikë me dalë me folë me mu, se unë jam shumë i pregadit në aspektin profesional, në aspektin e germës, gjuhës të Kuranit. Sa ato janë kuqën ju kanë rajnë, se ju qënë gjenet, por me ta kini me shku në gjehnem, bashkë me politikantë, pandjenjat forta për të bo një shtet shqiptarve, po fjala kom lidhët me shtet. Ai keni qënë dhe jo. Hajtë të regoni që nuk ku që është. Hajtë të regoni se një musliman nuk e ka vlla një Rom Pakistanit, apo Teheranit. Jo halojnë zërë në Iqbal Hudutin dhe Iqbal e tjera dhe kurvar tjera në për ekranet televizive. Dhe ne presmit mira për Zotit, s'na jep Zotit mira, kër ju ka thonë Tim Shkupi, ata shtetet që nuk falin namaz, i kanë punë super mirë, këto shtetet që falin namaz, i kanë punë katastrofë, me mujt janë ngullin vjerës, punatës, kjo është e vërteta e hidhur e juve që nuk doni me pranu. Pra da i shoni do mjegra si shejtanat vegjel me fsheh hipokrizin e juve. Dhe me ndoni se Tim Shkupi, shok dhe Tim Shkupi. Jo, Tim Shkupi do me ligj me ju dënu juve. Me ligj, si vetëm ligjet i keni frikë, pa keni qef ligjin me pos. Jo me pos tjetër kushe, jo shqiptari. E keni qartë. Momenti kër ju shtrëngohet pak, jam shqiptar. Çfarë shqiptarja? Para një minuti e shanë. Shanë shqiptarin pa të bosh shqiptaria kur gjo. Pse të thot Tim Shkupi, feja ime o shqiptaria, së është natyrshmëria ime.
edhe e kum gjetë, unë nuk jam të thonë tim, me ne këtu, do mu tjetërsoj, shkon rrëtë somës, po nuk ki të drejtë më na ofendu dhe më na sha dhe më na prek shtetin, se shteti është i përbashkët. Ti nuk me ndonë për shtet shqiptar, se s'ke mësu ti s'ko fajt tim shkupi. Pra, kombi është shtet, e nuk është fe, pra ndaj feja është para se gjithash, ne me feje jemi shqiptar, se fjala fe është e Shqipës. Fjallë që i vaceka, fjala, mi pytni me pytni, shkoni pytni hoxhallar, të qylat e Bagdadit, arabisht, në gjuhën arabisht forcëve, çka është komp? Si është komp? A ka mundësi mi thonë, hoxha, tregom ti që na prek shqiptarin dhe më qu mu islamofob, unë nuk jam islamofob se s'ka islam. S'ka islam. Si mundet me pas islamofobi kur s'ka islam? Ka rren, ka utopi, ka sen. Do me pi shurën e devës t'i gazetari puqërit e tovës, shko pije shurën e devës, edhe 10 konta me shurë e devës t'i bjet t'i shkupi. Pi! Po nuk mund është mi mashtru shqiptar. Nuk mund është mi mashtru shqiptar me shqit se ka thonë zoti, pa thonë kërkon. E keni qartë, do shkoni pytni. Thuni, kombet e bashkume, si shkruhet në gjuhën arabisht fazve, kombet e bashkume. Në gjuhën arabisht fazve, kombet e bashkume janë ummemul mutahide, ummemul mutahide. Ummeme, u-m-m. Do me thonë, vjen prej asaj që ku më thonë imam. Imam. M, niger, m, është në gjuhën e Kuranit nën, në gjuhën e hebrej është im, gjithashtu nën, po edhe ne shqipe kemi më dheja, këni qarta jo sa transishme janë, to intelektual, dalin atine, ja fusin këtë, thot në Kosovë ka vahabizm, pa pas në Kosovë fare vahabizm shprogramoj o intelektual, edhe ti intelektualica atjene, mos e përzi kombin me fej, kombi o shtet, neve shtetin e kemi të shungum, në 5 vende jemi nda. Kjo është e vërteta e hillën. Nëse do një me ditë kjo umet do me thonë bashkësi, se shtetin e ban bashkësia e njerëzve. Kush janë ajo bashkësi? Bashkësia që i thirin në hak dhe me drejtësi. E kia jetin suratul Araf, wa min qaumi Musa prej kombit Musaut ishte një bashkësi që thërshin në hak dhe në të drejtën. Edhe tani, ti do me mashtrua, le që ti e pa ti e, po do dhe me kazut që e dikushi nuk e, po shtetit tona këna mi bo funksionale, edhe Shqipërinë edhe Kosovën, që ju mës me mujt edhe zonin me ngrit, jo me fol, po me ngrit, do të mjarë turp që nuk dini me bo këtë dalim. Pra fjala fe është e Shqipës, nuk është e Kuranit, nuk është edhe e Biblës. Shumë e thjesht, ma boni një pyetje, një shok, me një grupë tha, çka është besimi i religioneve tjera? Si cili religion, që ka një farloj besimi, se besimi o siguri, në bërthamën e saj e ka pas dashsin. Çfarë pas dashsi ti e, kur ti e privon shqiptarin mu bo bashkë? Duke me ndu se ti ki fe. Cilën fe bre e kiti? Cilën fe? Fe në sultanit a? Fe në sultanit e kiti feja? Cilën fe? Fe në Bagdadit e ki feja? Besimi është diçka tjetër, feja është diçka tjetër. Besimi është siguri, besimi është i fshehur. Si mundem unë më ta gjiku ti besimin? Nuk mundem, s'kam kuni far kapaciteti unë me gjiku besimin tanë ku beson ti, se besimi është i fshehur, është shpirtëror. Nuk te ka thonë tim shkupje, ka thonë, ti nëse thu e besoj Kuranin, ta ka thonë Kurani, në ajetin 3 të sure Al-Bakara, minihert ka kalzu, se grupi i parë, alladhina yu'minuna bil ghaib, gajbi është gajb, transcendencë e fshet, besimi përmenet për herë parë fjala besim përmenet ajetit 3 i surës Al-Bakara, dhe besimi është i fshehur, është shpirtëror. Mirë, për kur ja futi e zonit 5 herë në ditë, ai nuk ku besim, ai është manifestim politik, kur i zet ditën e premte rrugët e gjidetit, ne mund të asoj që ti po e thirë, ti stu po e thirë, po i lutesh Zotit, nuk është besim, është manifestim politik, është miting politik, e këni qorda jo.
Nuk e kin Kur'an, jo që thirreni me Kur'an. Asnjë Zot nuk i thot dikujt me dal me zon rrugën. Asnjë Zot nuk i thot dikujt me dal me ngacmu tjetrin. A keni çorda jo, nuk e di, nuk e kin Kur'an. Prandaj gjithat këqijat janë te këto që quhen musliman. Edhe këto dojnë me anvesh popullit shqiptar që ne mos me mujt mu bashku si shqiptar. Mu bashku këtë shekullin 21, kur të gjitha preferencat, numrat, zinxhirt janë anën tonë. Edhe këto kanë dalë, janë bo marmish se sa vetë Serbia. Edhe na të shojnë tropin, islamofobi. Cili islamofobi? Të shkom soja emrin, emrin, s'pëlqen shqiptaria, ndroje gjuhën mos fal shqip, fal turqisht, po tham fal maqedonisht, po tham fal serbisht, fal turqisht, e do babon sultan, fal e gjuhën e ati. Po mos hajde më na shit neve, një të pa vërtet si të vërtet. Po fjala kom është përdor vonë dhe këtë bëj me shtet. Dhe ne shtetin se kemi bon. Hajde thunë, ja kemi bon shtetin jo. Prandaj kemi këto ndasi Kosovë dhe Shqipëri. Pse i kemi aktuel bite e shejtanit në ekranet televizive. Tu është e vërtet akret. Pse sulmon shqiptarin, s'pëlqen, fole një gjuhë tjetër. A më ti shqiptar e dhonë? Ja, nuk shkon e puna ashtu. Ja, nuk shkon e puna ashtu. Edhe e merë që do me manipulu, me sulmu ke i këtungshit, deri djetë që atip, sot po e sulmoj kanë, po e sulmoj shqiptare. Do të me ditë kush është shqiptar. Ne, shqiptar, jemi ata që angazhomi për lirin dhe sigurin e se cilit, për drejtën e se cilit. Unë nuk jam as kundër turqve, unë nuk jam as kundër Macedonve, as kundër kërkujt nuk jam. Unë jam pas dashës parim, por nuk e përdori shqiptarin teme për hesope turta. Pse dikush është ignorant, do na mi thonë ati, unë gëmorë në mund Allahit më talip votën, mare pishpirik. Kjo është e vërteta. A ju ati në Kosovë, do intelektual, vedove pak, turp do të më jarë. Kur ku nuk shkun që ne do të me pos liber, shqiptaria është fefsh, fjala fe është e Shqipës, nuk është anglishtës, dela i trope, a intelektual, bodh respekt, thot fjala kuvend është e latinishtës. E latinishtës, kur lindi latinishtë e drejtë që ja honë. Ku vend, thot e latinitës, konventus. Ja do në duna me bashkëpunu edhe me ta, do të bashkëpunoj për shqiptari. Po reflektoni me pak ku vend është fjale e Shqipës, vend, ku mbledhen, kush, burat, njerëzit, gratë. Me ku vendu për të mirë, mu bo mirë. Keni argumente më të forta se të mijat, dilni dhe jepni. Keni argumente. Tim, Germa F nuk është e 9 në rënditje me alfabetin e Shqipës, por është e 17. Edhe argumentoje. Zvama, se të në ndëgjoni për herë por nga imami i shqiptarve. Në emën të Ilahit, jo në emën tim. Unë për jo thirë në emën të Ilahit, nuk thirë në emën të Allahit. Në emën të Allahit, ta dini Allahit. Allah shka nga kam bo. E kim fjallor, termi kom bose nation, e kanë shti nation, që ata citata është nation, state building, që ka linë qekullin e 18, atë të kombi, po be shteti ka linë. Hoq, shteti ka linë qekullin e 18, shteti që lidhët me gjumë. Jo me perandori, me gjumë, ka linë qekullin e 18. Po shqiptaria ka egzistua dhe para shekullin e 18, ka egzistua dhe në 17, edhe 16, edhe 15, edhe 14. Shqiptaria ka egzistu ditën kur Zote e ka kriju. O të shafir! Në zel e ku marrë une me qenë shqiptar. Dhe ka shqiptar të mirë, edhe ka shqiptar të këqit. Se je trap, nuk merë vesh kur gjonë, nuk kem suja, kon nga lafç kur kusht ka faj. Pra, kom nation, qka nation state building me ndërtu shtetin. E kemi ndërtu në shtetin? E kemi kompakt shtetin? Jo, 5 shtete jemi ndonë, apo? Edhe e kemi lënë këto horat, këto spion, kodosht, kriminal, e lindjes mesme me pak pare që marrin, mëna në përkamp ideale tona, apo? Edhe ne kina mi dëru, ha? Tolerancë, s'ka tolerancë me ta, se ne nuk I kemi prej. Kjo është e vërteta, e hidhër, pra, vjen nga latinishtja, thojnë, kjo nation, vjen nga nacio, do ka frangjishtja, thojnë, apo kupton, është po, për shtetin. Për shtetin, kombi lidhët me shtetin. Edhe shumë e vend se fshire, fjala komb janë dy germa, kam I botuar dokumentaret e mija që kum botu para 7 vjetëve, janë dy germa shumë të forta. Germa k e fort, kaf, edhe germa m. Kaf dhe m, apo? Dhe vavi është mes, kaf, vav, min. Vavi përfacon 6 dimensione,
në kom, ha? Në kom, po rrin kom jam, kom të mija jam, to gëzimin tem jam, a këni qorda jo, është sa e fort është. Te, arabisht fasit është rijlejn, njeriu ka dikom që hez ngam, istikam, unë baj istikam, në emën të ilahit, jo në emën të tim shkupit, më të adhon ty lajmin e vërtet, pak para se me kërsit bomba dhe mdoja. E që përdore emrin e shqiptaris. Shqiptaria është feja ime. Ku besoj? E besoj Kuronin, e besoj Biblin, e besoj Muhamedin, Jezu Krishtin është puna eme personale. Ku shkjet ti me ditë ku besoj? Kjo është e garantuar me ligj me kushtetut. Po kur e thirti 5 herë ditë e zonin. Mi shërdhëm vesht, se kur kun Zoti në Kur'an stop ti me thirë e zonin. O të e thirë na im tërnava e zonin. Kur kun Kur'an nuk e ki me ndërtu xhami, super xhami midis Prishtinës, po fajt i ka shteti, se shteti nuk i ka eduku hoxhallar, se hoxhallar to nuk din tjetër përveç se me ndërtu xhami dhe me knu rukje, dhe për e dini se oncat të seksologjisë mja mor një tjetrit gratë. Është e vërteta. Ju përshëndes, ju dushëm. Nuk jam nervoz, po ishte pak kështu si atmosferta, pa si Elvis Naci. A jeton islam vetëm ditë xhumaje, ditë të tjera harron Zotin. Po flas esencialisht islam. Gara jon nuk është për dynja. Inshallah Zoti na bën gjithë ti kemi gjithë mirat e dynjas, po kjo mbetet mjet. Kush mori gjë nga kjo botë për në botën tjetër? O nuk ka hoq, nuk ka rrotësome që dele kundërshton imamin e shqiptarëve. Nuk ka vend, pse shehet feja e Turkit? Këtë që kemi trashëguar ne është feja e Turkit, nuk është s'ka musliman në Kur'an. Meron pak në sheft, pak hoptazik, veç jemi aktiv shumë. Sot ku marr me thirr organizata shqiptaria edhe i smut me qenun e kamau. Shumë Zoti na bashkoft, na shtoft numrin, biket numër që e kemi, na qoft të burimi i vërtet i dijes. E bashkë me shëndet. Faleminderit shumë, jam shumë i nderuar për juve. Mirë mas parë që keni ardhur, jeni shëndoshë mirë bashkë me ne. Ju dushëm, mirë u pafshim nga Shkupi.